Paso në Top Albania Radio. Përshëndetje miq të Paso, takohemi si çdo të premte për diskutuar ngjarjet më të rëndësishme të javës në futboll, por jo vetëm. Sot kam 3 kolegët e mi të Digitalbit, të Supersportit, Blerim Jaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Alket Gjebrea. Përshëndetje. Dhe Jurgen Zela. Përshëndetje. Si jeni çuna? Si shkoi java? Si jeni me oraret e botrorit klubeve? Ta fillojmë kështu një herë, pastaj Ndeshja orës 3 është më e bukur. Më e bukur. Alket ti ke bërë treshin? Nuk është se kemi vuajtur se ka pas. Ke kap një tresh ti deri tani? Jo, e kam. Ve keni rrugë timën. Tek treshi janë golat e spektaklit gjitha, Inter, Juventus, gjitha aty kanë ngecur. Ato që duheshin ta. Besoj që dita më e bukur e botrorit ka qenë ajo që u shty ndeshje. Që u shty një orë. Cila ishte ndeshja që u shty një orë pak, dy me të Seattle të Ohio-s. Pati 2 ndeshje shtyra, po njëra u shty goxha gjatë, për fat ishte një nga ndeshjet më pak të rëndësishme, le të themi që. Ndërkohë përveç botrorit është dhe Nations League e voleybollit, Jurgen, ha? Po. Për femra edhe për meshkuj. Liga e kombeve e voleybollit, një qershor i kompletuar mirë. Presim filloi dhe Wimbledoni në 30 qershor që sezonin vazhdimsi, duket sikur nuk ka përfunduar si lojtar. Real Madrid ja bëri ndeshje 6-6 sezoni, do vazhdoj prap rrugës, shohim si do ecin. Sot do flasim pak për shortin që ka hedhur UEFA për klubet tona, për gjitha klubet shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, për të parë se si janë shanset tona për të kaluar në raundin tjetër të kompeticioneve europiane, Champions League, Europa League dhe Conference League. Do flasim pastaj për botrorin e klubeve, edhe për ndonjë lëvizje mercato, pasi dje është prezantuar dhe gatuzët e Italia. Do t'i prekim pak të gjitha temat e javës. Do t'i bëj dhe një quiz për botrorin. E mora një të gatshëm, kështu që do të mas njohuritë e juaja si jeni për botrorin, po pak më vonë për botrorin e klubeve. E fillojmë pak me shortin, me këtë short që në letër konsiderohet i lehtë për ekipet tona. Këtë vit nuk e di ju, kur ju thash që ishte i lehtë, ju thatë jo prit ngollët 3, thëm drejtën, më vut shumë në vështirësi se në fakt nuk është short i lehtë. Kam përshtypjen që duke marrë në konsiderat dhe kundërshtarët e mundshëm që mund t'i kishin përballë skuadrat tona, besoj se është një short pozitiv që jep mundësi ekipeve shqiptare që të kenë një aventurë sa më të gjatë në arenën ndërkombëtare. Ndoshta Ignati është disi më e favorizuar, krahun tjetër edhe Dinamo me pak fat e kaloi turin e parë, do të përfitojë financiarisht nga raundi që nuk angazhohet, por në anën tjetër edhe Partizani dhe Vllaznia në një farë mënyrë e kanë detyrim që të bëjnë një hap pozitiv në arenën ndërkombëtare për të mos rrezikuar që në edicionet e ardhshme të kemi problematika apo të rrezikojmë të humbasim një vend në arenën ndërkombëtare. Po e vërtetë është kjo Blerim që mund ta humbisnim një skuadër në Europë këtë vit apo jo? Jo, mund ta humbisnim, mund ta humbasim. Do jemi akoma në fjet perit, në garë për ta humbur një vend, ëh. Kjo verë është mendimtare. Çfarë duhet bëjmë ne që mos ta humbim një vend në Europë? Duhet bëjmë atë që po bëjnë në Kosovë. Jo bota ka ikur. Po themi Kosova. Flasim pak më konkretisht, jo me plane afatgjat. Pra ne duhet që për shembull me 4 ekipet që marrin pjesë të vit, duhet të kalojmë patjetër një raund. Si funksionon koeficienti? Po flasim për rajonin. Po. Në këtë moment na ka lënë shumë brapa Kosova. Kosova na ka lënë brapa. Na ka lënë shumë brapa. Po, është më lart sepse lartësinë e Kosovës e shikon te fakti që ata kanë një skuadër në Europa League dhe ne jo, apo e shikon diku tjetër? Kanë 2 ndryshime. Ka një skuadër në Europa League fituesin e kupës, si ne nuk e kemi, dhe një ekip shkon direkt në turin e dytë të Conference Ligës, në këtë rast është Ballkani. Këtë vit që ata e kanë të siguruar të kalimin. Siguruar nëse vazhdojnë në këtë ritëm që të marrin rezultate, të marrin pikë të tjera. Ndërkohë që ne kalimi Dinamos në Conference League në turin e dytë nuk është një meritë e jonë. Është një fat sepse u përjashtua një klub irlandez Drogheda për shkak të bashkëpronësisë. Dinamo kalon në raundin e dytë, përveç parave, fiton dhe koeficient. Merr edhe pikë, por nuk merr mjaftueshëm sa merr në fushë. Mirë, në rregull, është një koeficient që na vjen në portofolin tonë të koeficientit. Po, qyl. Do të thënë ne kemi nevojë për qyl. Ti se do dhe fati do. Jo, nuk e dua fatin, unë dua që këto klube tona që hedhin kaq shumë para për lojtarë të caktuar. Me thënë drejtën, nuk është se po shoh në mercato në Shqipëri që po bëhet nami. Me thënë drejtën, ne paguajmë shumë më tepër se në Maqedonia. Aty ndoshta po për pagat e lojtarëve. Paguajmë më shumë se Kosova, sepse në Kosovë ndoshta 1-2 klube paguajnë, por ne këtu paguajnë edhe klubet e pjesës poshtme të tabelës paguajnë shumë. Kemi rastin po themi Elbasani që për pak ishte mes vjetesës dhe play-offit, vendi 5, vendi 6. Paguajnë Elbasani sa ndoshta buxhet të rëndësishëm. Ndoshta më shumë se drita, nuk jam i sigurt për shifrat, po aty. Me thënë, realiteti është që ne nuk marrim, nuk korrim frytet e investimit. Aq para sa hidhen nuk kthehen mbrapsh. Dhe në një vend normal, në një vend me rregulla strikte, biznesi e tjera, kontrolle, shteti, federata e tjera,
Nuk mund procedohet shumë që të harxhosh 1 milion, 1,5 milion euro në sezon, të rrafësh dhe gjoksin që unë investoj, ka presidentët që mburren, unë hedh 1,5 milion euro në sezon. Edhe e thon për të jatur keq njerëzve, për të se në fakt mbrapsh nuk marrin asgjë. Sepse ti nëse nuk kalon të paktën një tur, pastaj kam parë. Vetëm mundësi që ti mund të marrësh është Europa, se në Shqipëri vetëm kampioni merr diçka, se pjesa tjetër pastaj janë. Pastaj kam parë edhe tituj absurd qesharak në media. Vllaznia këtë vit objektivi është kalimi një turi. Po zotëri, nuk është kalimi një turi. Ai është minimumi, jo objektivi. Ai është minimumi, është detyrimi. Po shiko, por kur ti ke disa vite që nuk arrin dot, siç po thoshte Alketi që për Dinamon që ka shumë vite që nuk merr pjesë. Po ky është problemi i objektivi i parë ai është kalimi i turit. Ky është problemi i klubit edhe në mënyrën ai objektivi vetëm është të kalojmë një tur. Jo, minimumi. Ai vetëm ti do të thuash, nuk mos e thuaj objektivi vetëm, por thuaj objektivi i parë është kalimi i një turi. Pastaj tani nuk mund ta ndërtosh. Objektivi i detyrueshëm është strategjinë e një vere të tërë Kupa e Evropës me idenë po kolojmë një tur ne kemi arritur. Shiko, ky është mentaliteti i gabuar i shqiptarëve dhe ajo që po na heq ne pikët dhe mund të heqë një ekip nga Kupa e Evropës. Këtë vit kemi edhe një problem tjetër që është kampionati ka mbaruar shumë herët. Se mbaroi gati. Ja, nuk ka lidhje kjo. Nuk ka lidhje. Shumica e klubeve nuk po mbledhin dot lojtarët. I kanë në plazh 2-3 muaj pushim. Një sekondë. S'është lehtë. Dgjoj. Sezoni mbaron në 30 qershor në gjithë planetin, në Europë themi. Në këtë që e kanë se mendon 30 qershor. Kampionatet kanë mbaruar. 30 qershor marrin kontratat se nuk ka kampionat që mbaron 30 qershor. Pikërisht pra. Datën 14, 20, 25. Në datën 30 maj pak a shumë ka përfunduar çdo kampionat në Europë. Po ne na mbaroi në 8 maj. Nuk mbaron 8 maj sepse kishte play-off, kishte gjëra. Po pra me gjithë play-off atëherë mbaroi. Ishte sa ishte data finale. Ishte kampionati i moshave, kampionati evropian. Ka zgjatur deri mes maj diçka e tillë. Nuk është se aty 2 javë. 2 javë pushim më shumë se sa Italia apo Spanja na bën diferencë. Nuk dikon thua ti. Nuk dikon fare. Mundësia për të gjetur lojtar, për të afruar lojtar nuk varet nga përfundimi i sezonit herë apo vonë. Se po mbarove në 29 qershor, nuk do të thotë që mund të bësh një ekip me një herë. Programimit të sezonit veror. Kam përshtypjen që është problematika pak tek drejtuesit e klubeve. Për mënyrën se si organizojnë, kemi parë shumë raste që angazhohen Kupat e Evropës, marrin një hapësirë pushimi pas kampionatit, angazhohen Kupat e Evropës, marrin sërish pushim dhe nuk paguajnë në qershorin. Më pas vazhdojnë aktivitetin përsëri për kampionatin. Po. Ti fillojmë ti prejmë do ta them dhe diçka të vogël lidhur me këtë që tha Blerimi në këtë çaste, për mënyrën se si ndërtojnë skuadrën. E vetmja skuadër që deri më tani bind është Ignatia. Ka ditur të ndërtojnë vitet e fundit një ekip konsoliduar. Ignatia për Palketi thot ka 3 vjet që kalon një tur. Është çështja e eksperiencës, është çështja e pjesëmarrjeve, sepse në herën e parë Kuksi vitin e parë bëri namin, të dihet që vetëm Kuksi e ka patur atë lloj rendimenti. Por vetëm ta mbaroj këtë pjesën edhe për çështjen e kualifikimit të Ignatias. Ignatia në pjesëmarrjen e parë ka luajtur me Araratin në Europa League ose Conference League, nuk jam shumë i sigurt, ishte një skuadër më i mirë, është eliminuar nga 11 metër shat. Me Borac Banja Luka sezonin e shkuar është mundur me 11 metër shat në Elbasan Arena, ndeshjen e kthimit që luajti shumë mirë. Më pas është eliminuar prapë me Vikingur Reykjavik, ka fituar ndeshjen e parë në Island, është mundur në Shkodër, pati një përplasje edhe për stadiumet e asaj kohe. Por në mënyrën si funksionon klubi për afrimin e lojtarëve dhe largimin e tyre është vërtet për të marrë shembull. Kemi parë në çdo merkato afrojnë lojtar, arrin t'i mbajnë, t'i marrin maksimumin dhe të përfitojnë nga transferimi i tyre. Gjë që klubet e tjera nuk e bëjnë. Ignatia ka bërë dhe me shumë modeste. Çka do të thotë, nuk e kanë manin që të marrin 1.5 milion euro apo 1 milion euro nga shitja e një lojtari. Jo, kanë investuar 50.000 për ta marrë nga Lazio apo nga një skuadër tjetër, e kanë shitur për 300.000 euro, 250.000 euro dhe kjo sjell gjeneron të ardhurë. Pjesëmarrja në Europë gjithashtu dhe kanë ndërtuar një farë mënyrë, një filozofi se si duhet funksionojnë klubet e vendeve të vogla se ne. Ai filloi me Ignatia. Ignatia për shembull në raundin e Champions League-s, Shorti ka vënë përballë një skuadre islandeze. Breiðablik. Është pozicionuar në çfarë është kjo skuadër Breiðablik? Dhe sa shanse kemi ne në letër flasim gjithmonë se çfarë do rezultojë fush pastaj tjetër. Tre skuadra islandeze që kanë pak a shumë të njëjtën fizionomi, edhe për ne kanë qenë gjithmonë të vështira sepse është pjesë islandeze ato? Pjesë e atij grupi ekipe që vjen nga kampionate që po luhen. Don mes problemet shumëta që kanë klubet shqiptare, një është dhe ky, sepse ti duhet llogarisësh fazën përgatitore, don objektivat, pritshmëritë, këta don presidentët e klubeve tan pretendojnë që të mbushin ambarët me dritë, sigurojnë dimrin në ndeshjet e Evropës, por kur ke vetëm 7 vende, prandaj ajo çështja e shortit edhe fatit, don mua nuk më ke shumë dakord te ajo pjesë sepse diskutuam, ne kemi poshtë vetes vetëm
6 shtete. Andorën, Liechtenstein, Walesin, Malezi, Maqedoninë e Veriut, Gibraltarin dhe San Marino. Nga 55. Pra nuk është më mungesë 7 ekipe domethënë. Imagjino shton të tjerët ku ndeshin me ne. Ne kemi qenë shumë më lart dhe e përmendi Jurgeni, Lokomotiva kanë qenë ose dy shembuj shumë të mirë. Kuksi me atë që bëri dhe Skënderbeu. Skënderbeu në anën e organizimit ishte modeli për mua modeli më i mirë që duhet ndjekur, edhe me scout, me Faki që ka tani edhe ka një, unë duhet bëj reklama skujt, por kompani shumë të fortë, ka Dakun, ka lojtarë të tjerë, don ti duhet zgjedhësh njerëz të duhur për të ndërtuar skuadrën në mënyrën e duhur. Në pas ti marrë gjërat me radhë. Shqiptarët nuk kanë luksin për të mbledhuar kundërshtarët, sepse ne shpesh themi mungesë eksperiencë, por kur vjen aty, domethënë, mua nuk më duket më mungesë fati kur eliminohesh me 11 metër sharrada. Sipas mendimit tënd, kush janë dy ekipet ose kush janë ekipet më të forta që kemi ne sot në Europë? Për shembull, po ti bësh një renditje. Dinamo mua pëlqen si organizim. Edhe Dinamo i ka hyrë me themel gjës. Edhe mua më duket se të paktën ka dhe element mirë. Edhe fakti që do mbajnë, nëse do mbajnë Zaborgjën, kjo është aja. Tu duhet nisur. Ndërsa ai modeli pastaj i Ignatias, i trajnerit që mban Tetovës, jep rrugë, jep kohë, jep besim, edhe presidentit që e ka me pasion, sepse pasioni është gjithçka. Do jo vetëm të fitosh, duhet edhe të sakrifikosh. Në momente të tilla, kur ti e shikon klubin vështirësi dhe tregosh i duruar, do i marrësh frytet më vonë, sepse lojtarët aty vlerësohen tek e fundit. Gjithsekush, po të shohë një llogari lojtar që ka marrë Tetova në fillim, sa vlen tani, që gjithë janë vlerësuar. Para 5 vjetësh, a mund ta imagjinojë për para 5 vjetësh askush nga ne? 5 vjet më parë ku ishte Ignati dhe ku është sot? Këtë progres, imagjinojë, ne po flasim sot i kërkojmë. Gjithmonë është ajo që na rri e vogël pak kur është progresi është brenda vetëm brenda për brenda. Ne tani duam që të shohim vogël. Shohim çfarë do bëj jashtë, çfarë do bëj lart. Për shembull, pse kujton Kuksin? Një sekondë. Sepse pati një lloj zhvillimi të shpejtë. Po harrojmë detaj të rëndësishëm. Po harrojmë detaj të rëndësishëm. Për herë të parë, nëse nuk gabuam për herë të parë, Ignatia do luajë këtë vit në Rogozhin. Do ta luajë brenda fushës. Kjo është diferencë shumë e madhe. Mos gaboj ndeshja e parë do jetë brenda fushës, do të luajë në datën 8 ose 9 korrik, mos gaboj, është ndeshja e parë 15-16 ndeshja e dytë. Ndeshja e parë është në 8 korrik në Rogozhin dhe diferenca është shumë e madhe. Është tjetër gjë të luash në Elbasan. Shkodër ku luajnë islandezët në këtë periudhë janë kampionat apo jo? Tani flasim për Breda Bliku. Breda Bliku është aktualisht në javën e 14-15 pak a shumë. Mes kampionatit 22.11 janë 1-2 ndeshje. Kur të vijë ndeshja e Ignatias do të javë 14-15. Domethënë është mesi i sezonit. Ky është avantazhi kryesor i ekipeve skandinave, të cilat janë në aktivitet. Por Breda Bliku nuk është më aq ka qenë para 2-3 vitesh ka shkuar në grupet e Conference Ligës. Ka eliminuar Strugën. Në play-off të Conference Ligës. Ishte si thuash një goditje shumë e rëndë për futbollin maqedonës, eliminimin e Strugës. Veçuria më e mirë dhe për 2 vjet Strugës ka qenë. Për 2 vjet Breda Bliku ka eliminuar 2 ekipe nga Maqedonia e Veriut, ka eliminuar edhe Tikvesh vjet. Por në turin e dytë është eliminuar nga Drita. E tha. Ta mori. Në turin e dytë Samir mbari më pa. Drita mundi shumë lehtë. E mbaj ka parë 2 ndeshjet, nuk pash në një ekip islandez të friksonte. Futboll modest, stadium gati bosh. Po në përgjithësi si kemi historinë me ekipet veriore e pjesës veriore të Europës. Për ne është futboll i vështirë. Sepse ne nuk dim ta luajmë as lojën me intensitet të lartë dhe as lojën me lojë ajrore. Ata kanë ndërthuar lojë fizike, kanë shumë. Metë kanë çfarë gjau me vllaznin, Bleri, duhet ta them. Atje u duk sikur ju mor fryma. Deshin e kthimit. Ne tham temperaturat e larta sepse u përzgjodh orarin, fal se të ndërprerë. Do i ndeshkonte. Ne do t'i asfaltojmë, do dhe kundërt edhe ndeshja u mbyll që sa fituan në transfer, minimalisht 0-1 ndeshjen e parë. Uroj që Ignatia besoj do ta bëj punën si duhet, edhe tani çdo kundërshtarin dhe ta ndjek këto 3 ndeshje, janë 3 ndeshje tani të Breda Blikut para ndeshjes së Ignatias. Ata kanë mundësi të shohin ndeshjet e kampionatit, ta njohin ekipin. Dhe pjesa e përgatitjes fizike pastaj nuk më intereson shumë sepse fundit Ignatia është ekip profesionist dhe presuppozohet që prej pak ditësh që ka nisë përgatitjet deri në 8 korrik të jetë pothuajse në le të themi 80% të forcës fizike. Nuk kërkojnë 100%, por me cilësinë që ka unë
nuk e toleroj, nuk e konsideroj të paparanueshme eliminimin. Sa shanse jep ti në përqindje në kësaj përballje të parë? 65-70% unë themi ka Ignatia. Nëse eliminohet njësoj për fajin e vet si me Araratin, ashtu si vitin e kaluar me Boshiakët. Të dyja ndeshjet i kam parë në Elbasan Arena, kam qenë në stadium. Të dyja ndeshjet jepte ndjesinë që Ignatia ishte shumë superiore. Vetëm se në ndeshjen e parë duhet një fitore pastër, që ti jesh i qetë, pastaj të shkosh në Island atje ti jesh një fitore 2-0, për shkak që të shkosh. Unë them që të luajturit në Rogozhin do bëj diferencë të madhe. Mos ta harrojmë këtë gjë. Në Elbasan sado apo në Shkodër, sado fusha e mirë, ambienti i mirë, po kur e luani në stadium 12.000-15.000 vëndsh me 600 tifoz është e tmerrshme, sepse aq Ignatia nuk mund të shojë 10.000 vet në transfert. Ignatia pastaj në raundin e dytë, nëse kalon, marrim të mirëqen faktin që ata kalojnë, do luajë me polakët e Lech Poznan, që është një kundërshtar pastaj me Lech Poznani është e pamundur. 95%. Nëse ne na eliminon pastaj Lech Poznanit, ne ku shkojmë në turin e tretë të Europa Ligës? Shkon në turin e tretë të Europa Ligës, përsëri e ke bonus, sepse edhe në rast se humbet aty, leta humbasësh, shkon në play-offin e Conference Ligës. Në play-offin e kalim turi Ignatia siguron një verë me ndeshje. Në play-offin e Conference Ligës mund të bien edhe ekipe, nuk e di, Shkëndia, Drita, mund të bien edhe rivalët janë nga grupi i skuadra që vijnë nga pikërisht që sapo tha Alketi, janë gjitha skuadrat që do të eliminohen nga Champions League, nuk është se përzihen me ekipet që kanë arritur të sigurojnë kualifikimin. Por formën fizike besoj se Ignatia do të jetë gati, e ka nisur e para. Një tur i kaluar është mundësi financiare mirë dhe një verë e mbushur me ndeshje. Imagjino eliminoi duke eliminuar Strugun kapi grupet e me 2 ndeshje 1-0. Të dy ndeshjet i ka fituar minimalisht. Me mjafton të kalosh një rival, po themi Struga apo Pell Gujon këtu janë kundërshtar goxha të nivelit tonë, goxha modest. Dhe mjafton të kalosh i prej tyre në play-offin e konferencës, shohën grupe. Në grupet për tabliku, islandez humbi 6 ndeshje në 6 para 2 vitesh. Domethënë bëri detyrën, shkoi atje. Ja, ai është po tysh pasaj në një fazë grupesh do ishte ajo që na ka bërë UEFA ka bërë një dhuratë të jashtëzakonshme, ta nisësh ndeshjen në avantazh 3-0 në teori, në krahasim me para ca vitesh. Dhe ne prapë nuk e shfrytëzojmë. Para pak vitesh për të shkuar në grupe duhet bëjë një mrekulli, siç bëri Skënderbeu. Tre kundërshtar, minimalisht. Skënderbeu eliminoi Dinamo Zagrebit. Ndërsa tani shumë më thjesht. Tani mjafton që Ignatia të kalojë Breidablikun që është rival më së i kalueshëm dhe i ka 99% shanse që të shkojë në grupet e Conference Ligës. Grupet e Conference Ligës. Vetëm, okay, po të ketë një shans të tmerrshëm të bjerë një kundërshtar shumë i fortë. Kjo është gjë që më pëlqen më shumë sepse është zgjedhur një model për të kënaqur pikërisht federatat e vogla. Nuk mund të kënaqësh gjithë, Liga e Konferencës është bërë për të kënaqur le të themi ata të pakënaqurit, vendet 5, 6, 7 në kampionate elitare, megjithëse aty ne e dim. Do të paka shumë që tani mund ta them pavarësisht se nuk janë skuadrat më zë, por Mainz, Rayo Vallecano, Aston Villa, paka shumë aty do të rrotullohet Fiorentina, kush është skuadra tjetër. Domethënë ne e dim për skuadrat e sërës tonë, le të themi. Don kjo është barka e shpëtimit. Nëse ne don arrim të kalojmë disa ture, dosha do të përmirësojmë dhe pozitat tona me gjitha skuadrat, sepse mund të pak e koeficientin ndoshta. Unë kam përshtypjen që si vjet janë. Për të mos rrezikuar atë pozicionin e 4, do ishte një humbje e madhe për ne. Do ishte të mërshme. Duhet të jem optimist sepse e kemi thënë shpesh këtë, edhe vjet më duk sikur ndoshta ishin pozitat të tilla, por si vjet më duket sikur janë gjasat për të bërë disa gjëra të mira. Pavarësisht edhe çfarë thuhet, sepse masat janë marrë kohë kam pas, kampionati është mbyllur prej kohësh, no për disa mund konsiderohet handicap, por për mua jo, sepse ti e di shumë mirë se çfarë objektivi ke edhe për një projekt si ai Ignatius, unë besoj që është gjë shumë pozitive edhe për Dinamo gjithashtu. Dinamo kishte qartë vetë dhe Dinamo i pati mundësi edhe për të fituar titullin, por ndodhi ajo që ndodhi në kupë, më pas erdhi ajo rënje më e hershme, më pas edhe dëmtimet. Por Dinamo ka një projekt, për mua është shumë të mirë. Rrim dhe pak te kjo diçka për Dinamo. Dinamo ka. Ne flasim për Dinamo, po rrim pak dhe ke zona Champions League dhe për të parë këto skuadrat e tjera. Për shembull Shkëndia do luajë me skuadrën e Wellsi në The New Saints. New Saints shenjtorët e rinj. Shkëndia ka një diskutimi është gati një ngjashëm me Ignatian. Shkëndia ka një rast shumë mirë. Ndryshe nga ekipet skandinave, kampionati evropian ndjek ritmin ton. Në fund në mes të majit ka përfunduar apo në 8 maj diçka e tillë. Paka shumë ecim me ne identik. Kanë paka shumë data 36 javë. Do të thonë nuk ka shumë diferenca, por në kampionatin evropian është më i dobët se joni. Më i dobët se joni. Pse nuk marrin pjesë skuadrat më të mira. Është klubet më të mirë shkojnë klubet e buxhet aplikojnë dhe pranojnë në shkallët e futbollit britanik të anglisë. Si vjen në Championship ndje të tretë. Swansea City, Cardiff City, Gardner Wrexham. I vetmi klub që bën diferencën në Wales, që është ndryshe nga të tjerët, është The New Saints.
të NS-ja e famshme që ka qenë, ka pas emër Ka tjetër. qenë Bangor City, po më pak. Po shumë pak, po. Kurse në Kupat e Evropës The New Saints, të NS-ja ka pas gjithmonë një ecuri disi më të mirë, por gjithmonë modest, shumë modest. Dhe mendoj që në këtë moment Shkëndija ka një rast ideal për të bërë diskutimin e Agnatias, të kalojë një tur në Champions. Turin e dytë në Champions nuk llogaris fare, do eliminohen me këdo që ta kenë, i ka rënë shorti me një rival shumë të fortë. Dhe pastaj në Europa League apo në Conference League ka të gjitha shanset të kap grupet e Conference Leagues. Edhe Shkëndija pak a shumë si Agnatia ka një buxhet të mirë, ndoshta jo sa Agnatia, nuk paguan aq shumë sa Agnatia. Është më e matur Shkëndija në ato balancat e veta prej disa vitesh. Megjithëse mundësit i ka pas shumë të mëdha se sa. I ka pas, ka të shpërdoruar shpesh, por ku di një rival jugoslav që le të themi, okay, kampionatin e fitoi shumë lehtë, por kampionati është ndryshe, por që nuk është se në Europë ka në një rendiment të lartë dhe New Saints, Shkëndija është superiore, është ndeshur me New Saints para 6 vitesh, 5-6 vitesh dhe ka mundur 5-0 në Shkup. Ajo do ishte pastaj. Domethënë, momenti që ti Zotrin ndeshjen e dytë me dignitet. Skuadër shumë modeste. Për respekt. Po drita, rrim pak dhe këtë drita. Në këtë pjesë parë për ta mbyllur me drita. Shiko, drita është mendoj është ekipi më i avantazhuar. Differdange është ekipi më. Skuadra që ka eliminuar Tiranën, Po, jo, është në zgabojsh Dudelange. A Dudelange. Tani Differdange është ekipi që ka dhënë kampion Luksemburg mos gaboj. Ka shansin më të artë nga gjithë ekipet shqiptare kampione, është skuadra më favorite është Drita, mendoj. Nuk po them që unë njoh nga gjitha ekipet. Nga gjitha, ka shorte më të mirë. Differdange është skuadra më e dobët në letër në krahasim me New Saints edhe me kundërshtarin e tjetër, me Breda Blikun. Bëhet fjalë për një skuadër shumë modeste, ka luajtur vetëm një herë në Champions League në kualifikuese vjet ose par vjet, diçka dhe është eliminuar me 2 humbje. Ka mundur para 7 vitesh diçka e tillë, ka eliminuar Laçin në Conference League, po ishte epok tjetër. Jo në Conference League, Europa League, sepse s'kishte Conference League atëherë. Në atë kohë duket se kanë eliminuar dhe U3-in, ka bërë çudi. Po, në atë vit ka mundur Laçi dhe mundur U3-in. E mbajmë tezën hapur, bëjmë një shkëputje për të shkuar në publicitet. Nëse eliminohet Drita dhe Shkëndija, qendrën e parë në turin e dytë të Conference League-s luajnë me njëra tjetrën. Është shorti që nuk e mendoj fare, nuk e mendoj fare. Shkojmë pa publicitet dhe vazhdojmë analizën me Partizanin, me Dinamon që do luajnë në Conference League, po ashtu edhe me Vllaznin. Jemi rikthyer përsëri në paso për të vazhduar diskutimin për Kupat e Europës. E lam besoj e zauruam çështjen e Champions League-s me skuadrat që marrin pjesë aty, Shkëndija, Drita dhe Ignatia. Kalojmë pak tek Europa League shkurt për Prishtinën që do luajë me Sheriff Tiraspoli, skuadra nga Kosova që luan me skuadrën nga Moldavia. Sheriff Tiraspoli emër i rëndësishëm është në Europë, mund të themi. Sherifi është mbreti. Është vetëm një skuadër që merr pjesë nga ekipet shqiptare, mund të themi, në Europa League. Po. Ka një fat Prishtinën të vogël që Sherifi nuk është ai që ka qenë. Nuk është sultani i futbollit moldav. Ka 2 vjet rresht që humbet kampionatin. Tu mbas Sherifi 2 vjet rresht kampionatin dhe këtë vit ka qenë mënyra si humbi kampionatin Sherifi është spektakolare, sepse në ndeshjen e fundit vendimtare në play-off për titull, që ata kanë një model, jo Final Four, kanë një model me vazhdojnë me grumbullim pikësh nga 0, 4 disa ekipe. Priste ekipin rival për titull, e priste në shtëpi. Me një fitore dilte kampion Sherifi, me barazim dilte kampion ekipi kundërshtar. Në zgabojmë Ilsami. Doli barazim me 2-3 raste për shënim, aty luajnë edhe Pasi qenë kampionat me emocione deri në javën e fundit. Po, jo, ishte vërtet kampionat interesant sepse më në fund Moldavi po luhet futboll, se më parë marrte kampionati mes sezonit, diferenca 40 pikë nga vendi i dytë. Aty Sherifi si kompani zotron gjithë vendin. Po ka rënë goxha dhe në një farë mënyrë është lajm i mirë. Është lajm i mirë sepse janë rritur Milsami, Zimbru, janë rrit disa ekipe aty dhe fakti që Sherifi deri para pak vitesh blinte në Brazil, Kolumbi e tjera, ndërsa tani ka filluar gërmonte këto kampionati jon, ka marrë 2 lojtarë nga shqiptarë, domethënë duket që ka rënë dhe financiarisht. Dhe ndoshta kjo në farë mënyrë mund të jetë një shpresë për Prishtinën. Problemi i Prishtinës tjetër kund, për njerëzit. Ka mbetur kam një emër të madh thotë dhe kaq. Nuk e shfrytëzon emrin. Qoftë në aspektin e marketingut, lojtarëve, ndërtimit të ekipit, trajnerëve, ka ndryshime shumë. Nisi kampionatin me një trajner në zgabojmë francez, Cavalli, e mbylli me një tjetër. Prishtina ka qenë krenoheshin gjithë ish kampionatin e Jugosllavisë, çfarë niveli ka pasur. Dhe në teori Prishtina duhet ishte mbi Ballkanin dhe Dritën, në teori.
Në realitet është shumë poshtë tyre, shumë Ka shumë lart. probleme. Këtë vit ka marrë kupën, bravo qoftë, mori kupën, e mori në Prishtinë me stadium të i mbushur kundër Ullapit. Por jam kurioz ta shikoj. Vjen këtu si fituese kupën Po, Europës. si fituese kupe, Si shikoni ju shanset me përqindje? prap Sherifi është favorit. Është më lart. Është më lart, Edhe më në lart vështirë. qoftë edhe një detaj thjesht, eksperienca ndërkombëtare. Është një klub që është mësuar të luajë edhe në grupe Champions League, Europa League, Conference League. Sherifi është Ndeshja e ka parë mos 15 gaboj vjet. do luhet në Moldavi në datën në 10 korrik. 10 dhe 17 korrik është janë dy përballur me ndeshje. Kuksin në 2017-ën. Ka fituar minimalisht në transfert në Moldavi dhe më pas në ndeshjen e kthimit në Elbasan Arena ka fituar Kuksi 2-1. Aso kohë ishte sezoni i fundit që vlente golin fushën kundërshtare. Kuksi ka bërë ndeshjen më të mirë gjithë historisë vet në atë përballje, ka humbur edhe një 11 metër Shpero Page. Dhe Sherifi aso kohë ishte skuadër shumë e mirë. Unë prap nuk e shoh Prishtinën të ketë shumë mundësi ndaj një kundërshtari të tillë, por gjithsesi fakti që luan në Europa League jep mundësinë që të vazhdojë aventurën edhe në Conference League, në turën e tretë, çka është një bonus goxha i madh sepse i shton edhe pik koeficientit të Kosovës, por në krahun tjetër edhe vetë ka pasurohet shanse sa për i të takon vazhduar. aspektit financiar. Shkojmë pak dhe në Conference League tani për të marrë pak dhe me dy skuadrat, me tre skuadrat tona të tjera, pra Dinamo që kalon në raundin e parë dhe në raundin e dytë luan me fituesen e çiftit Athletic Club Escaldes e Andorrës që luan me Didelangjin e Luksemburgut. Pra njëra nga këto dy skuadra do vi të përballet me Ky është ai Dinamo Didelanxhi që eliminoi Tiranën. në raundin e dytë. Po. Kështu që ndoshta Dinamo do presi një herë për të parë se cili do jetë kundërshtari. Pastaj do kemi ndoshta shansin për ta Nuk analizuar. besoj se do ketë surpriza. Escaldes është një skuadër modeste, mos gaboj ka luajtur edhe me një ekip Ju shqiptar. mendoni që do jetë me shumë shanse Didelanxhi? Dhe shoh Didelanxhin favorit për të përballur me Dinamon, por un kam shumë besim si sa dhe Alketi pak më parë që Dinamo ka ndërtuar një skuadër shumë kompetitive. Trajneri Ilir Daja ka dhënë atë çka ka dashur te kjo skuadër, po punohet shumë edhe në aspektin e merkatos për të fuqizuar, ka një sulm vërtet frikshëm, kujtoj vetëm kam pak shpresa ke Dinamo që mund bëjë diçka. I todo janë dy sulmues shumë të jashtëzakonshëm, të paktën të dy së bashku kanë shënuar një thes me gola në gjuhën popullore si thuhet, dhe besoj se mund të bëjë diçka edhe pse nuk është diferenca siç mund të jetë për skuadrat e tjera. Po një lloj mbështetje nëse ndeshën do hyjnë në arena kombëtare. Është gjithë gjë e bashkë që domthon çon ose të na bën të mendojmë se do të ketë një ecuri të mirë, sepse domthon po ta shikosh Dinamo nuk është se ka një presioni, sepse tek e fundit vjen nga një background nga ai që është 13 vjet përpara ka qenë për të fundit. Don 3 kualifikime kanë gjithë historinë, ndryshe nga gjithë tjerët. Skuadra më e suksesshme e viteve të fundit në Shqipëri ka qenë Partizani, që ka 5 kualifikime nga 8 fundit. Por Dinamo ka vetëm 3 gjithsej. Don mos gaboj është një me Hamrun Spartans mes viteve 80, nuk jam i sigurt me Fatmir Frashin ose Emir Dautin, një me ka qenë pikërisht me Bejkush Birçe me Çernomorec, skuadër bullgare, dhe në fillim të viteve 2000, në mos gaboj ka qenë pastaj me Faruk Sejdin dhe ka qenë Pinari fush. Te ka ndeshje ka qenë me Zhalgirisin, mos gaboj me Kaunasin. Kemi fituar 3-2 atje dhe barazuam 0-0. Vetëm këto 3 herë është kualifikuar domun. Në gjithë historinë e vet, ne kemi pasur unë jam tifoz i Dinamos, megjithëse mua më janë zbehur shumë këto shije, por pres pak të një lloj shkëndije që të kem policisë. As Dinamo e Çimuçës to vite fund nuk arriti ta kaloj donte. Ta kalonte një grup. Jo. U skualifikuan me skuadër bosnjake kanë bërë. Dinamo një emër kaq i madh të kualifikohet vetëm 3 herë, të kaloj turin 3 herë, duket shumë pak. Shiko, Dinamo ka qenë 1-0 me rezultatin në agregat, rezultatin e përgjithshëm me Aberdeenin e famshëm të Fergit, të Alex Fergusonit, që një vit ose 2 vjet më pas fitojnë te Realit, edhe sot e kësaj dite Reali është humbjen e fundit që ka në kompeticionet europiane, ka pikërisht aty ndaj Fergit, nuk ka humbur kurrë në finalen e Kupat e Evropës, atë para 40 vjetësh. Them që ka qenë edhe ajo tjetër me Sportingun e Lisbonës, 1-0 me rezultat përgjithshëm, edhe një 1-0 me Austrinë e Vjenës, ka qenë fillim viteve 70. Nuk e kam shumë ide, por e di, kam hyrë në almanak, kam hyrë dhe e di si rezultat. Tani, çfarë pëlqen te Dinamo? Te Dinamo pëlqen që gjërat janë më shtruar. Nuk ka një lloj presioni, nuk është vënë që Orashi vdiqe do fitojmë këtë dhe patjetër. Nuk u dramatizua se humb kampionati. Megjithëse
Dinamo i pati mundësitë. Sepse për nga niveli i finali me lojës, Irlandën do ishte më e bukur. për nga niveli i lojës, mua më duket se është vetëm një skuadër që mund t'i përshtatet ose mund t'i vi pranë Ignatiës. Pastaj un kam besim të jashtëzakonshëm tek eksperjenca e atij njeriu Ilir Dajes, qoftë me Ballkanin. Qoftë me Skënderbeun, ka bërë gjëra, ka bërë mrekulli domethënë. Kështu që ai ka eksperiencë për ta drejtuar skuadrën. Ambiente jo të thjeshta. Rrim pak dhe te Partizani, luan me një emër. Sa për një kuriozitet i vogël aty. Atletic Escales de Delange, rivali një prej tyre dy rival Dinamos janë ndeshur dhe vjet. Me Të njëjtin kohë, po. Ka fituar 2 ndeshjet du Delange 1-0 2-0. Jo në fitore. Që se si futboll. Por e ka mbyll Di Delange, e ka mbyll vend 3 si vjet, 21 pikë larg titullit, larg Kreut. Kështu që Dinamos fillon në raundin e dytë, filloi në 24 korrik duelet e saj me kundërshtar deri në 31 korrik ka 2 ndeshje të fundit. Kështu ka një kohë ka detyrim kualifikimi. Po. Partizani luan me një emër të panjohur nga Estonia, Nome Kalju, skuadra. Po sigurisht besoj se Partizani e ka detyrim të kalojë më tej, edhe Vllaznia edhe Partizani vinë si skuadra. Vllaznia luan me Daugavpils. Janë të dyja skuadra modeste krahasuar me skuadrat tona të paktën në letër, po flasim sepse të dyja si Vllaznia dhe Partizani ishin ekipe të cilat ndodheshin në vazon e skuadrave që konsiderohen të forta apo favorite në një farë mënyre. Sigurisht që Partizani ka dhe eksperiencën e mjaftueshme, vjen pas pjesëmarrjeve vit pas viti në arenën ndërkombëtare, nuk është se i ka munguar aktivitetin, krahun tjetër edhe Vllaznia, por të dyja e kanë detyrim të kalojnë më tej. Vllaznia deri diku edhe për të përligjur atë besimin e madh të tifozëve se her pas here zhgënjehen, shkojnë në arenën ndërkombëtare, nuk arrin dot të përligjin atë mbështetjen e madhe që kanë dhe largohen thjesht me angazhimin në turin e parë. Në krahun tjetër Partizani besoj se nuk do ta vendos në diskutim kalimin në raundin tjetër, besoj se do të kaloj pa shumë probleme. Nuk e shoh. Gjithashtu ka optimiste situata. Shoh vetëm një problem. Jo, s'është kaq e lehtë, pastaj ka një përgjigje. Partizani dha 70% kjo. 80% kjo. Shoh vetëm një gjë problematike, vonesa në ndërtimin e skuadrës. Kjo është ndoshta problematika më e madhe sepse kam parë që nuk është se ka shumë lëvizje, nuk janë angazhuar sa duhet, kanë atë dilemën e madhe për vazhdimsinë e projektit që kishin nisur, ndryshuan trajnerin vetëm 4 javë para fundit. Konfirmimi i Gegës, skuadra e re, ndryshimet për balancimin e financave, janë disa pikpyetje që në një farë mënyrë sapo i the dhe i hodhe poshtë të gjëra. Njëherë the ka shumë eksperiencë, tani the s'ka eksperiencë. Je shiko, ka eksperiencë, por s'ka zero eksperiencë. Nga ky ekip aktual, Partizani s'ka si lojtar që kanë qenë. Partizani është një nga dështimet më të mëdha të kampionat shqiptar në Kupat e Evropës. Un kam përshtypjen se ka kaluar më shumë ture se çdo skuadër tjetër në vitet e fundit. Prap dështim është. Ka kaluar, ka shkuar në Champions League. Duhet kaloj më larg, duhet shkonte shumë më larg. Do të shkoj. Po, duhet. Mirë tani atje s'kan kaluar fare. Ne po shohim grupet e Konferencës Ligës, ekipe nga Malta e nga shumë të humbur të Evropës. Ka të bëj shumë me menaxhim. Unë nuk e di se sa ka qenë aspekti financiar, si ka qenë, sa rënd ka qenë klubi që u shtrëngua për të hequr 4 lojtar dhe për të marrë, sepse unë nuk e konceptoj shumë këtë pjesë, doon që ne shesim lojtar dhe e konsiderojmë se arritjet të madhe për 150.000 euro, doon për mua është turp edhe ti përmendim shifrat këtyre, domethënë që si ta kaq për kaq, doon duket se po shkojmë në treg apo te markata për të marrë vezë domate. Doon duhet ti vlerësosh futbollistët, ti mbash, ti japësh kohë, ti rritesh dhe do i marrësh më tepër tek e fundit, sepse kampionati shqiptar ka një lloj vëmendje. Ato ndeshjet kryesore e shohim që vinë edhe scout huaj, shohin edhe ka lojtarë që bëjnë atë kapërcimin cilësor. Nuk po them shkojnë direkt në Serie A, në kampionat kanë mundësia nga më të ndryshme për të ndjekur, kështu që edhe në një ndeshje që duket se humbur një scout do të rrall ti kesh, kushdo tul kokën, të punoj, shembujt i ke domethënë. Rasti i Julian Sheut është rasti më tipik domethënë. Ti mund thuash rasti izoluar për kushdo të punoj. E ka rastin. Unë thjesht do doja ti jepi më shumë hapësirë të rinjve, ndoshta ose këtu mund ndryshoj një kriter. Jo, Partizani mund t'i japi shanse të rinjve. Të moshat, merr një trajner italian. Je përparësi gjithë atyre bijve të emigrantëve që tek e fundit ata bëjnë sakrificë që vinë, po ti mundesh prap 4-0, okay, shorti ishte i vështirë me Francën, me Portugalinë, me Gjermaninë, por nuk shikojnë ndonjë lloj përmirësimi. Pse të mos guxosh më mirë me të rinjt ose të paktën ti vlerësosh. Këtë vit morën vendimin që këtë probleme ka dhe Italia. Nuk i jep hapësirë. Mund të marrin sa do të huaj, sa duan. Nuk i jep hapësirë lojtarëve të rinj. Dje Italia barazoi për shembull me Spanjën 1-1. Dhe ky është një problem i madh që është ngritur në Itali për lidhje me moshat. Nuk duhet dalë jashtëme, por Partizani. Ata u kualifikuan. Po pra, u kualifikuan. Shortin e ka shumë të vështirë me gjëte, por duhet të them që problemi i madh ka përqen
menaxhimi i situatës, sepse unë nuk dyshoj shumë te aftësitë e Gegës. Gega e kualifikuar me Partizanin, me Ferencvaroshin. Ferencvaroshin 1 ose 2 vjet më vonë shkoi në fazë grupesh në Champions League, që nuk mund dyshoj të aftësitë e tij. Është trajneri që ka nxjerr skuadrën kampion. Kështu që po ti japësh një grup të mirë, ai është një gjendje për të pas për të çuar përpara. Dhe ata shohin se do ta ndërtojnë skuadrën. Edhe duhet të ketë një lloj qetësie skuadra, sepse nuk e ka pas këto sezonet e fundit. Diçka aty ka ndryshuar. Unë ja vë mënyrës menaxhimit. Po që se trajneri do të lihet, ndërtohet një grup pune, i mirë, që një strukturë, domethënë, dikush nuk duhet përmend emra, po dikush e ka pranuar që në një farë mënyrë është gabuar në menaxhim. Shikoj, flasim pak, flasim me rivalët çik me fakte, jo kod Najor. Është Partizani ekip me emër, Partizani kështu, Vllaznia ashtu. Emri Partizani dhe Vllaznis nuk i intereson askush të jashtë Shqipëria. Biles të huajt kur na bie shorti, kur u bie shorti me shqiptar, gëzojnë. Falenderojmë që na ra shortin. Bravo, i kemi dhënë shanse thon. Tani, aq më tepër me historinë që kemi vitet e fundit, që nuk ecim fare. Te Partizani do përballet me Kalju. Është një skuadër më të mirë aktualisht në Estoni. Estonia nuk është në kampionat. Wow, ka rënë shumë. Është shumë inferior ndaj Letonisë në këtë moment për shembull. Por është mes sezonit, isha vetë 18 nëse gabohem dhe 17 dhe nuk e kanë sport elitar, gjithë këto vendet e Republikës ishte Republika Balltike. Më kujtohet që ne ndoshta Lituania dhe Letonia janë më ndryshe se sa. Le të bëjmë një krahasim para pak ditësh ka luajtur Shqipëria në Letoni. Nuk është se bëm namin, nuk është se bëm namin. Dhe dalin këtu dhe te kundërshtarit e Daugavpilsi, kundërshtar e Vllaznis. Po. Është një ekip mesatar mes tabele në Letoni. Edhe në Letoni vazhdon kampionati? Po, në mes sezonit janë javë 18. Ekip mes tabele, ekipi dobët, realisht pa eksperiencë ndërkombëtare ashtu si Nome Kalju, por Nome Kalju po shqetëson kampionat vet, ndërsa Daugavpilsi jo. Por duhet kujtojmë diçka që Letonia që u ndesh me ne, pjesë më të madhe e ekipit e kishte nga kampionati vendas. I ka nga Riga dhe RFS-ja, shumica e lojtarëve, dakor, dy ekipet që janë maja. Daugavpilsi është ekip goxha i dobët, por mua nuk më shqetëson forca e cilësia e kundërshtarit. Më shqetësojnë këta mjeshtrat tanë, sepse dalin në Europë, fryen, shkojnë edhe fitojnë në një transfer si Vllaznia vjet dhe pastaj shkrihen me Shkodrë apo në Tiranë. Se në Kanarë dhe Karap, Partizanin e Kanarë dhe Karap, vojvoj ekipi këtu, me të me Gjeorgjiane, me gjitha të vitet përmenda, nuk është frikë, të vitin që ne jemi, të vitin që ne jemi më keq, ne do t'i respektojmë më mirë ekipet dhe besoj që ne do t'i njohim, t'i analizojmë më mirë. Unë them që me dy ekipe, ndoshta Dinamo po e lëm se e kaloi një raund, po me dy skuadra të tjera, Egnatia dhe ndoshta edhe në një Vllaznia ose Partizani ne do ta kalojmë edhe një raund tjetër. Mendoj unë, paktën me çfarë shoh. Për këtë mendoj dhe unë uroj që të kalojnë të gjitha një tur. Shkëputje të vogël, për edicion informativ dhe pastaj rikthehemi flasim pak për botrorin e klubeve. Po më përpara duhet të falenderoj Dental Medin, Top Standardin për hidrosanitare më të mira dhe Sigalin që janë bashkëpunëtorët tanë. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën tjetër për botrorin e klubeve. Unë mendoj se në këtë botror klubesh do dalin shumë yje të rinj që një nuk i njoh. Mua më duket kompeticion interesant, por vetëm fakti i orareve që është fakti papërshtatshëm për vendin tonë. Ekipet e vendeve të largëta që marrin pjesë e bën akoma dhe më interesant zhvillimin e talenteve të reja. Duket bukur. Në mendimin tim, formati i botrorit të klubeve nuk ka asnjë lloj emocioni dhe nuk ka pasur as realitet, duke parë dhe ekipet që s'kan fituar as kampionate dhe thonë kup bote. Si formati i ri i botrorit të klubeve më duket interesant vetëm për faktin e përballjeve të ekipeve të Europës me ata të kontinenteve të tjera, por duke parë që ata konsiderohen favorit ose se një nga ekipet e Europës do ta fitojë këtë botror klubesh. Si formati i ri më duket interesant, por do kisha dëshirë të shih edhe një herë sfidën mes Messit dhe Ronaldos. Formati i ri botror i klubeve duket interesant, edhe pse me orare pak të vona për ne shqiptarët, mundohemi të ndjekim. Parisi normal që duket si favorit dhe besoj se do të fitojë. Nuk është se ndjek shumë futbollin, por ndoshta me miqtë e mi mund të shohim finalen. Mezi po prisja të shikoja lojtari më të mirë në histori në fushën e futbollit, Lionel Messi.
Ishin disa prej tifozëve të këtij botërori klubesh që po zhvillohet tani në Amerikë, ka mbaruar java e parë, ishin disa intervista të marrë nga bashkëpunëtori jon Eistin Denolli që na sjellin disa reagime rreth të parit të Mesit, që është më në fundën dritën e projektorëve kryesor, Paris Saint-Germain që bëri një fitore të parë shumë të rëndësishme, të fortë me Atletikon e Madridit, debutimi i Realit, Chelsea, Manchester City, Juventus që fitoi me 5 gola ndeshjen e vet, Interi që barazoi me Sergio Ramosin dhe meksikanët e Monterrey, kështu që ka qenë deri diku një botror që ka filluar lezetshëm, mund të them. Është diçka e re, domethënë ne jemi mësuar përgjithsisht gjatë verës. Kjo është një mënyrë fort e mirë edhe për të paktën për të ndjekur idhujt apo skuadrat e zemrës, sepse nuk janë pak, janë 12 skuadra europiane, 6 i kemi nga Amerika e Jugut. Një pjesë e mirë e lojtarëve do ndalin vitrinë, do të jenë aty, por sigurisht për ne është e këndshme, por sa më pak për ata që dalin, që janë aty, sepse është shtruar si probleme dhe në një farë mënyrë ka qenë kjo pjesa e lodhjes, do thosh, që kanë luajtur një sezon gjatë. Kanë vështërinë, unë nuk e mendoj kështu, unë jam me Rumenige. Rumenige është shumë i sertë dhe shumë i drejt për drejt në pjesë. Rumenige ka thënë që duhet shtrohen, luajnë futboll, sepse janë super paguar, bëjnë gjën më të mirë, ndërsa në kohën tonë luanin për shumë më pak dhe luanin çdo 3 ditë. Këto janë pallavra, lojtar futbolli më i shpejt, më ngadalë. Sot është formati NBA, janë nga 26 lojtarë për çdo skuadër dhe kanë mundësi të bëjnë rotacion dhe tani janë 5 zëvendësime. Kështu që këto ankesa, këtë e kam dëgjuar edhe nga Capello, e kam dëgjuar edhe nga shumë tjerë. Unë them këtë gjë, shiko, dhe duke parë nga jashtë, futbolli i verës është i bukur gjithmonë. Domethënë ka lezetin e vet dhe futbolli i verës. Nuk duhet pranuar. Edhe pse po shohim një ndeshje për shkak që deri 10-0, siç dori Bayerni ndeshjen e parë. Ai është përjashtim, nuk mund. Mirë, e pranojmë dhe atë. Po ama shohim ndeshje të bukura, për shembull Real Madridi në Al Hilal të mërkurën ishte ndeshje shumë e bukur. Është për klasë kulturës, edhe shumë vetë kanë ndryshuar krejt idenë. Një skuadër të re që bën një futboll modern. Një sekond. Sepse ne e transmetojmë kampionatin e Saudit. Edhe Alkedi një herë e kemi ekipin ton. Është ndryshe kur Al Hilali luan me ekipin e vet, me kundërshtarët, me Benzema, me Ronaldo, me gjithë skuadrat e tjera. Dhe është ndryshe kur ata përballen me një kulturë europiane apo një super skuadër si është Real Madridi. Kjo është mundësi që një ndeshje që luhet në Amerikë, domethënë një përballje shumë interesante e futbollit. Ti thua aty Real Madrid tani do bëj namin, do fitojë ndeshjen prapë si Bayerni 5-0. Duhet të mësojmë, është leksion. Fakti është një skuadër që bën futboll. Duhet të mësojmë të respektojmë pak më shumë edhe futbollin e Arabisë Saudite. Kampionatin, sepse ka një paragjykim sikur atje shkojnë vetëm për të marrë. Tani Juventus i fitoi me 5 gola, po themi jo, ai është Emiratet Arabe. Ti ke futbollist Spanja kur u zhua kampion Evropë ke lojtarë që luan në Arabi Saudite, ke shumë lojtarë të famshëm që kanë ardhur aty që janë pjesë të kombëtarëve të quara, kështu që unë nuk do të flisja me rezerva. Është kampionat futbolli i verës ka të bukurinë vet. Se ti mund të rish edhe pak më gjatë natën për të parë një ndeshje, ora 2, ndoshta ora 3 është pak e vështirë. Ta nisim nga pjesa. Për shembull, ja të them një eksperiencë. Ja eksperiencë. Ditën që un komentova ndeshjen e parë Inter Miami me skuadrën e Egjiptit, Al Hilal. Po, me Al Hilal, është skuadra më e titulluar në Globë, ajo ka më shumë trofe. Atë ditë në orën 2 të natës, unë merra shumë mesazhe, do thotë që njerëzit ishte edhe ditë diela, e shtuna darkë, kështu që ishte një ndeshje që ti mund të rish edhe poshtë pallatit, duke pirë një birë, mund ta shohësh një ndeshje, edhe kurioziteti për të parë Messi. Prap në një situatë të re, kështu që doon një shumë tifoz Interisi kishin ndenjur, kishin zgjuar për të parë ndeshjen. Po Inter kuriozitet ka se është Inter i ekipit. Është fitoi. Një Inter i ri, domethënë Reali është i ri, Juventus gjithashtu ka disa gjëra të reja. Dy trajnerët që ishin debutuar prap. Dilemat e mëdha, pikpyetjet e mëdha që ndoshta do gjejnë shpjegim në vazhdim vitet e ardhshme janë që nëse mbaron kampionatin në fund të majit, sa sens bën që në qershor deri në mes korrikut të bësh botror klubesh. Njërin 4 vjetësh më plot. Njërin 4 vjet. Dy skuadra nga një shtet janë, nuk është do marrë do gjithë kampionatin. Shkoj, njërin 4 vjet, por mos harroj që vitin e ardhshëm kemi kampionatin botror përsëri në Amerikë, Kanada, Meksikë e tjera. Pas 3 vitesh kemi kampionatin evropian. Domethënë, praktikisht do filloj kampionati në 15 gusht pak a shumë. Kampionatet kryesore. Po. Premier Liga 14 diçka e tillë. Po, edhe Premier Liga dhe La Liga do fillojnë më shpejt. Kemi rastin e Manchester City për shembull.
Nëse del. Ja ta thal keti 26 lojtar. Ktu biles botror se kam te lodhja. Se kam te lodhja. Me literaturë, don çfarë kam studiuar, çfarë kam lexuar, 2 javë pushim janë të mjaftueshme për futbollin. Por ama janë të domosdoshme 2 javë duhen patjetër. Tani 2 javë mos më thuaj që asnjë lojtar nuk do të ketë 2 javë pushim. Marrin mërqen për shembull do shkoj Parisi dhe Reali në finale. Po e marrin sigur do shkoj. Kampionati anglez nis në mes për të vazhduar. Si kanë as 2 javë. Se ata përfundojnë me 13. Po, ka kampionati që nisin në fillim të nis ajo çdo për faza përgatitore do të paguën 3 javë. Një far kosto do ta marrësh, por një kosto do ta marrësh, përderisa ke pranuar të hysh, sepse i themi gjërat siç janë. Real Madridi ishte kundër botrorit. Ishte një kompeticion, ishte një kompeticion që hajde zotri, me pa këto para ato është një kompeticion që ka nisur me probleme. Don ti kthehemi deklaratës Ancelotit, ka qenë 10 orë. Po, dhe Anceloti lat kuptohej që Reali nuk do të merrte pjesë. Me njëherë pak ditë më vonë doli dhe tha shikoj se është nxjerrje jashtë kontekstit dhe fjalët e mia janë keq kuptuar. Ta shpjegoj për të qenë transparent, sepse ne vërtet ne komentojmë, transmetojmë gjitha, por gjërat duhet të thënë ashtu siç janë. Do, si u mbrit këtu. Marrëria e jashtëzakonshme i takon pikërisht presidentit Infantino, sepse pa këmbguljen e tij nuk do të ishte arritur. Por dorë kanë shumë edhe sauditët. Sepse ishte pa të drejta televizive, investime publike. Sauditët u kuptua që ishte investuar fort dhe ishte blerë 1% e aksioneve nga Dazoni, por Dazoni kishte vështirësi në 2 sezonet e fundit, ka pas vështirësi duke blerë shumë shtrenjtë të drejtat televizive dhe këto janë gjëra të provuara. Por pra, shiko ku bëhet lidhja. Fondi Saudit Investime ka hyrë 1 miliard ka blerë aksionet tek Dazoni më herë FIFA gjen blerësin e të drejtave televizive, por çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Kaluan vetëm pak ditë, Australia u tërhoq nga kandidatura e vitit 2034 dhe ne dim shumë mirë, botërori i 2034-s ju tha Arabisë Saudite pra. Ne që merrem me këtë punë e kuptojmë që gjitha gjërat kanë lidhje me njëra tjetrën. Patjetër, gjitha kanë lidhje. Para televizin në botën, por në gjithë të po shohim deri tani, më ka bërë përshtypje dhe më ka ardhur keq vetëm diçka. Për faj të vendi ku po zhvillohet, nuk po merr botrori Hoven që kishte për shembull në botrorin 94. Unë kam botrori i parë. Pritet të botror, mos e prit. Shikoj, nuk mund bësh një krahasim. Mund ishte bërë, por ka një problem. Një gjë e kanë bërë para 34. Unë them botrori është një gjë kanë bërë në 94 që ka bërë mes ditën pas atë në finalen Itali-Brazil. Botrori 94 mund të përsëritet fare mirë si vjet në botrorin e klubeve. Por e di pse çfarë po ndodh. Okej. Është e gjitha pjesë e politikës që s'ka lidhje me sportin, këtyre budallëve që ndodhin në Amerikë, arrestime emigrantësh e tjerë. Gjitha bash nuk mund të kash çdo situatat. Po, botrori 94 ishte tjetër gjë. Nuk mund të thuash ti sot pse nuk bëhet botrori klube si botrori 94. Jo, do ishte shumë kollaj ashtu. Botrorin do ta masim me botrorin e vitit tjetër. Si do jetë? Një sekond. Po këtë vit po shoh. Botrori vit të ardhshëm është rrezik të madh me këtë që po ndodh në Amerikë. Me ICE, me gjithë to që arrestime, me shumë ankesa ka dhe për barën sintetike, fushat sintetike, për mënyrën shtyrje të ndeshjeve. Po marrë pjesë të tifozëve. Turistët nuk po shkojnë më nga Afrika. Tifozë, po sepse këta filluan me ca çmime që ishin të parritshme në fillim, pastaj filluan zbritën. Tu po arrestojnë turistët, jo ja mendosh gabim. Pastaj për të afruar studentë për të mbushur stadiumin. Po ka përshtypjen se çështja. Është çështja e skuadrave Blerim. Ka skuadra për shembull që tërheqin shumë tifoz, pam Inter, Juventus, Real Madrid, ndërkohë që kishte ndeshje si Melodi, që kishte edhe 100 tifozë në stadium. Një vit më parë apo 2 vjet më parë, River Plate do të çonte në Seattle apo kudo që të luante, do të çonte të paktën 25-30 tifozë. Tani çon 10 maksimumi. Pse? Sepse jo, se kam aty, nuk e kam te tërheqja sportive. E kam te klima aktuale në Amerikë, klima politike. Problematika e jashtme. Po pra, këto problemet e protestave për emigrantët. Të po them pra. Të po them. Dhe është fatkeqësi për botrorin e klubeve kjo. Dhe do jetë fatkeqësi edhe për Kupën e Botës vitin e ardhshëm. Do jetë më keq akoma, sepse një botror me këtë lloj klime është e pamundur zhvillohet normalisht. Do frenohen tifozët. Do jetë shumë problem sepse ka shumë turistë që janë trembur jashtëzakonisht shkojnë në Amerikë. Ka shumë njerëz se cilë kërkohet telefonin kufi. Na e pak telefonit ta kontrollojmë. Tani si mund t'i thuash dikujt në kufi? Bota ka ndryshuar tani? Jo, s'ka ndryshuar bota, ka ndryshuar gjithë botën njerëzit. Jo, ka ndryshuar vetëm ky moment, ky 4 vjeçar i Donald Trump Amerika. Nuk e di si do vazhdojë. Duhet të theksojmë diçka. Unë po shoh seriozitet nga klubet. Pra,
vinë luajnë me lojtarët më të rëndësishëm, nuk kemi që fusin vetëm futbollistat e rinj dhe gjithë të tjerat. Po tregojnë seriozitet sepse është çmimi që është shumë i rëndësishëm, skuadra që fiton merr diçka rreth 120 milion që nuk janë pak, por është një eksperiencë e re, sepse asnjëherë më përpara një kompeticion klubesh të zhvillohet në kaq pak kohë. Nuk ndodh, sepse në përgjithësi klubet kanë një kampionat gjatë. Një klub është një gjë e re edhe për një klub. Ka shumë elementë. Po ta marrim ca më thjesht. Parimi i përfaqësuesës funksionon ndryshe, funksionon me seleksionues. Ndërsa këtu mos më thuaj që futbollistët duhet bëjnë seanca stërvitore për të kuptuar lojën e njëri tjetrit. Është një dritare 10 ditë që është shtuar risi për të fuqizuar, për të përfituar, por kur nuk përfituan klubet saudite nuk është se u bën ai çoroditje e madhe që ndryshuan ekuilibrat, skuadrat edhe po themi ndodhi diçka, siç ndodhi me Parisin, për shkak që mori Kvarashkelian e ndryshoi krejt sezonin. Ja të marr një shembull, për shembull, rasti si shikon ti rastin e Real Madridit që këmbguli që trajnerin ta kishte në detyrë në botror. Si e shikon ti sot Xabi Alonso? Është një gjë e mirë që ai është në këtë botror që përfiton ekipin. Është mundësia më e mirë që ai ta njohë. Është dënuar fitoj, por për mua nuk ka për ta fituar, sepse nuk është skuadra më e mirë. Si e nis Xabi Alonso aventurën e tij në Madrid? Nuk fiton botror. Nuk është marrë për të fituar direkt këtë trofe. Real Madrid nëse fitojnë ata shkarkojnë trajnerin, s'din ata gjë tjetër, por jo që në fillim. Është një presion, është për trajnerin. Aty ka diçka që nuk shkon dhe skuadra duket e çoroditur të paktën për mua në repartin e mbrojtjes. Duhet bëjmë dakord, Ancelotti ka marrë maksimumin se skuadra. Por në fund skuadra është thurë. Shtojmë edhe dëmtimet pafund në mbrojtje. Dje nuk kishin as yllin, do në skuadrë lojtarin më të mirë, Kylian Mbappé ai që ka shnuar gati gjithë golet. Po çikosh skuadra ashtu si është ndërthurur. Se nuk pam gjëra të reja. Po shkrej gjë tjetër. Pam gjë të re. Po një gjë tjetër. Xabi Alonso ka model krejt të ndryshëm loje. Edhe problemi më i madh që ka me Xabi Alonso është si do të përballet me Barcelonën, sepse ka filozofi shumë të ngjashme. Barcelonën nuk mund ta mposhtësh brenda të paktën në Spanjë me një të filozofi se Barça e bën më mirë apo lojë. Po ne kemi zhvillim të ri nga Alonso në krahasim me Ancelotti. Sepse ishte kohë shumë e vogël. Po Gled, ka diçka, është fatkeqësi për Alonson. Fatkeqësi, nuk në thojë se është një gjë e madhe. Po është fati keq i tij që e merr Realin pikërisht me 10 ditë, me 5 ditë botror klubesh. Çdo trajner kur merr një klub si Reali, po jo vetëm Reali, Milani, Liverpooli e tjerë. Çdo skuadër e madhe ka nevojë për le të themi një muaj përgatitje, le të themi korrik deri në mes gustit. Të fusë ato ide të veta, eksperimente, bëj prova. Ndërsa ai praktikisht ai s'po bën asgjë. Deri në gjë më e rëndësishme, dikush është që ai nuk është mësuar, do pavarësisht se ka punuar, ka qenë shumë i privilegjuar, ka punuar me Mourinho, me Benitezin, pra njerëz me karakter të fortë, sa më pak Guardiola. Ndërsa ka punuar me këta njerëz të fortë dhe ka punuar në skuadra vërtet me lojtar vërtet shumë të fortë, por tani është hera e parë që ky përballet me këtë problem vet. Duhet menaxhojë egon e këtyre futbollistëve që ne e dim shumë mirë. Vinicius, Casemiro, Modric, këta pesë të rënda që marrin. Modric i kishte pas një minuta pas një mesfush pa ide, për të thënë vërtetën. Prisja diçka më ndrysh, do të thotë ti ska aspekt e lojës. Ka një problem, Reali, historia e Realit e 10 viteve të fundit është ndërtuar jo thjesht shumë njerëz janë tifoz personal mendojnë Cristiano dhe harron gjithçka tjetër. Është ndërtuar të 3 shtyllët të mesfushës. Kroos, Modric, Casemiro. Kanë qenë ata plus ata, do të thënë plus disa lojtarë, po ata ajo mesfush ishte mesfush e nivelit, nuk e di, ndoshta më mirë e historinë e futbollit sepse kishte brenda forcën, kishte ditët mbronte, ditët të organizonte, ditët sulmonte, të vendoste ritmet e lojës çdo gjë. Pati keq i Realit është që të gjithë lojtarët e afruar mbas tyre me investime të mëdha, Kamavinga, Chouameni e tjerë, nuk po e bëjnë dot, nuk po ngjiten dot në nivelin dhe kjo peshon shumë, është një mal i madh i shpatuar e tyre, se të gjithë thonë, "Ej, naty presin ti jesh Casemiro, nga ty presin ti jesh Kroos, nga ty presin të bësh Modricin e ri." Asi nuk e bën dot. Ndoshta nuk e ka cilësinë do bëjë kurrë, ndoshta nuk do bëjë kurrë, por e ndjej presionin dhe për fat të keq të Realit Bellingami nuk e bën dot me Sushorin. Bellingami me sa kanë vënë re, do të luaj përpara. Me këtë krahasojun Bellingamin nga pozicionet, sepse duke pas parasysh çfarë ikonash, çfarë legjendash ka pas ndër vite, unë di se si vlerësohet Camacho sot e kësaj dite apo Sanchez apo emra të tjerë, ndoshta edhe që ndojnë larg klubit. Por si Pepe
që doli mbrëm, e ti si është Pepe në Madrid apo jo? Për ato çfarë ka bërë, për ato kushte të vështira ku ka luftuar, është tamam superstar. Le të kthehet Sergio Ramos, Casillas, po të gjithë këta. Kush nga këta e ka petkun e këtyre? Asnjë. Kush është skuadra më e mirë që ju ka befasuar në këtë botror deri tani? Befasi apo konfirmim? Befasi apo konfirmim? Ose skuadra më e fortë që keni parë? Nuk është Befasi, po Paris Saint-Germain ka qenë fenomenal. Ka pasur ndeshje më fortë edhe skuadra. Për skuadra që ka konfirmuar vetë. Parisin si favorit kryesor. Favorit kryesor për momentin, po, sepse është kampion Evropë. Kush mund ta mundi Parisin? Ka dy gjëra. E para, Europa mbetet gjithmonë në nivel shumë të lartë dhe nuk është çudit të shohim finale europiane. Finale europiane. Arsye dim, por Befasi e di kush është. Niveli i jashtëzakonshëm në çdo drejtim i amerikano-jugorëve. Nuk po e përfshi meksikanët se janë mësuar të luajnë çdo traditë në këtë periudhë. Argjentinë, Brazili, Argjentinë luajnë çdo traditë deri në këtë periudhë. River Plate ka bërë një super ndeshje. Boca Juniors super ndeshje. Flamengo Fluminense dhe Flamengo kanë bërë super ndeshje në ndeshjet përkatëse. Domethënë janë ekipe që mund të rivalizojnë europianët thua. Botafogo ka mund Seattle-in e mundi lehtë. Jo, duhet të them që ti mendon që mund të rivalizojnë europianët. Nuk do habitesha të rivalizojnë sepse kanë energjitë fizike i kanë më të mëdha, janë në mesin jo në mes, po tikute janë aktivitet. 1/3 e sezonit, janë aktivitet. Kanë uri më shumë se europianët. Kanë më shumë dëshirë. Kanë më shumë tifoz. Në një ndeshje, nëse shikon një ndeshje për Fuskot, River Plate Real Madrid në çerek finale, do ta kesh 90-10 raportin. Do jetë një det Argentinas kundër një parroj të vogël madrilen. Ta garantoj të gjë. Ta garantoj të gjë, nuk ka edhe Boca Juniors. Boca Juniors ta tek stadiumi. Ndeshjet e fazës tjetër. Ato do jenë më të bukura. Po patjetër, sepse i kampionat me kaq shumë ndeshje. Do skuadrat e dobta, do ikin këto ekipet e dobta. Për thënë realitetin, botrori klubeve mund të bëjë edhe një herë në 2 vjet me organizim të dur, po me 16 ekipe mendoj. Jo me 32, 44, 44 problemi më i madh është për Oakland City, mund ta sjellësh botror klubesh Oakland City. Ato që ju thash, ata donin të vinin vetë. Mirë se si erdhëm këtu. Çfarë është marrvesh? Është marrvesh, nuk e di, po mua më duket babzi. Infantino ka hedhur teorinë për ta bërë me 48. Do ishte çmenduri. Dhe imagjinoni Shtetet e Bashkuara përsëri aty, mos del në shanse edhe për një ekip në Don Arabia Saudite mund të jetë, ja ka dhënë mundësinë për ta organizuar dhe favoritë janë Spanja, Portugalia për edicionin e radhës dhe Maroku për t'i dhënë mundësi që para përgatisin në 2029 para përgatisin më mirë botrorin që do të kemë vetë në 2030. Pra ky është plani. Pra blerimi thotë reduktojnë, por aty mund të shtohen 48. Stadiumet i kanë ata, kështu që në rregull janë. Ishte shumë vështirë në Europë. Ndoshta edhe në linjen e largët do të ishte përballuar më mirë. Biznesi fiton gjithmonë. Ndaj sportit, ndaj pasionit, biznesi do gjithmonë. Normalisht nuk mund të bëhet një europian me pak ekipe si duan njerëzit. Logjika do ishte që të bëjë ndoshta në 1-2 vjet, po të mblidheshin ta zëm 2 vitet e fundit, 2 fituesit të Championship të Europës, 2 fituesit të Championship të Azisë, të Afrikës, të Amerikës. Mënyra se si janë përzgjedhur ka qenë pak e T'ua them pse mendoj se ka probleme futbolli përgjithsisht në përtej Atlantikut në Amerikën e Veriut, sepse marketingu aty don po vendos më shumë se sa ç'duhet, sepse duan rezultatet. Dhe ata i kanë vënë gjumë, kanë përshtypjen se kjo praktik po vjen edhe këtej Arsenali, këto klube që kanë amerikanizimi i futbollit. I vënë gjumë tifozët, duket sikur i vënë shirikën edhe nuk pretendojnë të thonë dolëm Champions jemi të kënaqur. Është qark i mbyllur, sepse funksionon me franchise, janë 30 klube, nuk kurzohet askush, po e morëm titullin në rregull, po se ky mentaliteti parazimi nuk ekziston në Amerikë. Nuk është modeli që unë dua si europian. Po ka disa klube që po shthuren edhe po shkojnë drejt kësaj në Europë dhe mua nuk më pëlqen ky model. Milan po. Por është shpëtontare. Dgjoj. Bëjmë një shkëputje shumë të vogël dhe kthehemi flasim pak për takimin që bëri Trump me Juventus. Ç'ne ky takim Alket? Jemi rikthyer në pjesën e fundit pasos për folur pak për këtë takimin e Donald Trump me Juventusit. Ç'ne që u përzgjodhi Juventusi për të hyrë në zyrën e Donald Trump. Ka përshtypjen tifoz i Juventusit. Ja, këtu duhet të jetë dora e Infantinos. Ka përshtypjen ose duhet të jetë marrëdhëniet që diskutuam të duhet të jetë John Elkann që duhet të ketë një marrëdhënie sepse Trump njihet me Trump. Dhe Infantino ishte thjesht aty si organizatori i eventit, i italianë dëgjova dorë ankoheshin tifozët e Napolit
Pse? Ne gjorët deri në Vatikan mezi shkojmë edhe takojmë papën, ndërsa Juventus doni që takoni edhe Trumpin në Napoli. Takim në Vatikan pikërisht me Po i papën. bëri mirë takim Juventusit sepse një takim solli 5 gole. Çka u shfrytëzua momenti që ka shkuar në Washington DC dhe kanë përshtypjen e gjitha kjo për PR, i ka shërbyer dhe Infantinos, që nëse i thuat dikujt je detyruar të shkosh përdesë. Edhe Trumpi e shfrytëzon sepse situata është ajo që është dhe ne e dim. Trump është në një farë mënyrë pjesë e tij e madhe është showman, i pëlqen të jetë si rockstar. Dhe tek e fundit unë di Trump ka pas shumë të tilla në golf, është marrë me më të mirë dhe është lojtar i mirë. Ka hedhur shortin në Carling Cup, ka ardhur, ka kaluar, ka shkuar në ishull Enkas për të hedhur shortin, pra i pëlqen të jetë i përfshirë. Por fakti që është përzgjedhur Juventus e pastaj kjo më bëri përshtypje edhe mua. Tani imagjino librin e historisë. Si di, libri i historisë tjetër mbaron faza e grupeve, gjithë faza e grupeve, pastaj fillojnë ndeshjet me eliminim direkt. Tani imagjino sa të mërshme është i mbir për shembull pas ja 10-20 vitesh do studioj për luftën e tretë botërore që mund të flas dhe do shikoj Trumpin me Gatin dhe Lokatelin nga brapa në fotografitë si plasi luftën e tretë botërore. Ishte edhe Gati, jo. Ai afër kishte McKennin që ka të kontakte, kishte edhe Wean që vetëm ata dy kishte shumë afër, se i ka lojtarë amerikan, po ishte edhe Kellini. Po gjithsesi ai ishte duar lojtarët dhe ndërkohë fliste për luftë. Alaini u shkatrua, por Alaini e di që ka bërë ati Alilali që ju ka lënë gjithë dhe goj hapur. Eliminoi Al-Nasin e Cristianos dhe eliminoi dhe Al-Nasin dhe eliminoi Al-Hilali që janë dy skuadrat më të famshme, më të mira në Saudi Pro League. Çokoladës janë këto emrat e klubeve të ka qenë një çokoladë vagë pa dashur të bëjë. Tani lëmë një quiz. Nuk e di sa informacioni është, një quiz i gatshëm. Unë i di përgjigje, por do ta them juve. Fillojmë 1-1 me Jurgenin të pari. Kur është e kemë kështu me alternativa. Me alternativa. Okej. Kur është zhvilluar edicioni i parë i botrorit? Viti 95, 2008, 2000. 95-ën? Gabim, 1 minus. Alkedi. Sa skuadra morën pjesë në edicionin e parë? 8, 6, 16. Po besoj 8. 8, bravo, përgjigje saktë, mbaj mend 1 pikë. Blerimi. Kush ka qenë skuadra e parë fituese e botrorit klubeve? Corinthians, Vasco da Gama apo Real Madrid? Real Madrid. Gabim, Corinthians. Ka qenë ka mundur Tite Rafa Benitezin. Duke ka dalë 2 brazilianë. 2006. Mos gaboj. Jo ka 2 mishin. Mos gaboj kanë qenë 2 brazilianë. Pyetja 4. Po Corinthians i ka marrë edhe atë. Sa më të fare të botror klubesh. Po kujto, planetas. E di pse. E di pse, jo, e di pse. Mund skuadra duhet të lanë. Jo, e di pse nuk e mbaj mend. Glen, e di pse nuk e mbaj mend. Memoria selekton dhe fshin gjërat që ju urren. Sepse botrori Jo, Glen. Çfarë ishte skuadra i lutur me Partizanin? Një sekond. Botrori klubeve ka qenë para se ta merrte FIFA ta bënte me 4, 8, 24, 40 ekipe. Ka qenë kopa ishte mbas Interkontinentales. Pra që luaj tek e tek. Interkontinentale ka ngecur memoria ime. Ajo ka qenë 6 apo. Ka lënë ku ishin tani ke 4, kush është skuadra e parë që ka fituar botrorin e klubeve? Milan, Inter, Juventus. Një sekond, botrori i klubeve kë nuk kupton. Këto me shumë ekipa apo me 2? Botrori i klubeve tani është me shumë ekipe. Me shumë ekipe. Po sa po the Corinthians? Ë? Sa po the Corinthians? Po ju e thash kush ka fituar, kush është skuadra e parë italiane më? Italiane. Inter apo Juventus? To 3. Milan, përgjigje saktë, bravo. Mbajmë me 1 pikë. Alketi, Pesa. Kush është skuadra që ka fituar më shumë edicione? Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich. Me logjik i bie Real Madridit. Real Madrid përgjigje saktë. Kjo ishte më lehtë e mundshme. Po jo, deshe trukuar, ç'është? Po jo, Reali ka Champions League. Ati e kesh sa lehtë. Emi babait portierit. Kur turneu është bërë me 32 ekipe. 2022, 2018, 2025. As ose pyet fare. 2025, okay, mbaj mend përgjigje saktë. Shtata Jurgeni. Kush është skuadra afrikane që ka fituar një edicion? Mazembe, Raja Casablanca apo asnjë? Këtë e dion. Casablanca. Gabim, asnjë. Asnjë. Smer afrikane ato. Alketi. E provova një. Kush është goleadori i turneut? Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema. Vetëm nëse ka kaluar në fund, por kam përshtypjen Karim Benzema duhet të jetë. Benzema gjithjetën thonë. Ronaldo. E ka mbajtur deri në fund. Ka shnuar ka 4.
Boca Juniors 2-1 në zgabon. Boca Juniors përgjigje sakt, po. 10-a Jurgeni, 3 shef fundit e pyetjeve tani. Me çfarë rezultati Manchester City ka fituar finale e vitit 2023? 5-3, 4-0, 2-4. 2. Përgjigje sakt. Sa pikë more se tani nuk 3 pikë. Alket ti sa pikë? Ka më shqypen 2. 2-1 pikë, që i dori fitot Bjerini. Unë nuk kisha dyshime në fakt. Fiton një birë mbrapa emisionit. Tani, se unë thash Boca, tani, merremi pak dhe me ngjarjet, me zhvillime që kanë to kohët e fundit, ndoshta pak mercato, por me këtë zgjedhjen e Gattuso si trajneri i Italisë, se ka qenë lajmi i javës, prezantimi i tij, zgjedhja dhe pastaj prezantimi ditën e Inter. Si shumica e popullit shqiptar, brezim, po themi, jemi shumë tifoz italian, uroj që të vjet 14 vjet bashkuar. Tradicione pra. Tradicion. Tani duhet kishin ikur, jo të kishin ikur. Po të kërkonin azil politik në Nepal. Kam një përshtypje sikur nuk kam më dëshirë një futbollist italian të shkojnë kombëtar. Jo, s'ka lidhje kjo. Nuk e kam të lojtarët, e kam të drejtuesit. Po të dali Acerbi tani, thot, nuk shkojnë kombëtar. Jo, nuk kam në intereson fare. Acerbi s'kishte, ka të lidhje me shkuar. Prapse sepse Spalletti ka thënë, a e dini sa vjeç është Acerbi, dhe shumë ka thënë. Tani, nuk ka më Italia nuk luan më. Ka volejbolliste ka refuzuar Velascon tani, Kirikela, mos të di numëroj, domethënë Lubian. Je një ndër 10 ose ndërkohë që Italia ka në himn Italia chiamo. Je ndër 10 e shtetet më të forta në botë në të gjitha drejtimet. Sport, ekonomi, çfarë doni, art çfarë doni. Nuk ka justifikim. Gjallë në botë, se nëse Italia thotë, lojtari jon s'ka dëshirë kështu, je Italia, je 60 milion banor. Çfarë do të thotë Uruguay me 3 milion banor? Ke rasti kombëtarës duhet pak ajo ndjenja e patriotizmit. Te rasti kombëtarës hikin. Nuk është më si më përpara, që italianët donin kombëtarë. Nuk e duan më. Zhduket gjithë drejtuesit. Nëse shikojmë moshat, për 20 vjeçar Italia kur zgjuan në kampion bote. Po. Pjesa tjetër me Nikolaton doli kampione, mos gaboj. Pra ka lëvizje domethënë, nuk është se është një vend pa problemi është që klubet nuk i japin sot. Gattuso e ka përmendur 32%, dëgjojeni mirë, 32% e lojtarëve vetëm që luajnë Serie A janë italian. Po e ka dhënë Anglia këtë problem. Por Anglia e ka kaluar, Anglia pati. Tani Anglia me akademitë dhe me gjërat e tjera, plus që Anglia ka fuqinë ekonomike aty në Angli, mos harro ke 13 investitorë amerikanë. Amerikanët e di çfarë, amerikanët mendojnë, ju jeni përsëri dobët, sepse mund të fitohet edhe gjysma e kësaj që fitohet. Pra, marketingi është problem tjetër. Por shiko, italianët futbollit. Po jo italianë, po e shesin keq, sepse italianët e pam u çan tepot, bën blerje të bujshme, nuk morën asgjë. Don Champions League nuk fitohet që nga koha e Mourinhos me Interin. E theu Gasperini me Atalantën në Europa League, Ligën Konferencës çon si ka fitoi dhe Olimpiakos. Nuk justifikon mungesën e Italisë në prej 2014 botror. Shiko. Po kjo e lidhet me fazën me Italia nuk shkon botror, nuk ja vë vetëm fajin vetëm Italisë. Po jo vetëm Italisë, vetëm Italisë lidhet edhe me klubet, vetëm Italisë. Jo, unë them ja vë dhe sistemit. Cili sistem? Sistemi që kualifikohet në Europë është shumë më i vështirë se sa gjithë sistemet e tjera. Po si më ai po ti eliminuar nga Maqedonia, nga Maqedonia, Portugalia me tjetër mënyrë. Është i rrezikshëm për blerim se nëse ti nuk je në momentin më të mirë. Çes mungon Portugalia në play-off ti ikën jashtë. Unë jam dakord. Francë, Gjermani. Kur ka munguar Gjermania për të bën dakord. 16 nga 48 janë shumë pak, vetëm 1/3. Ndërkohë që Amerika e Jugut liron. Italia ka humbur një ndeshje dhe thotë jam jashtë botrorit. Kur ka munguar Gjermania botror për të fundit? Po më mirë. Kur ka munguar Spanja? Kur e ka lënë Shqipërinë? Ora mund mungojnë, nuk i diet, bën një fal. Kur? Më thuaj herën e fundit. Anglia bën një gabim Tiranë. Franca ka që 94-ën dhe kur ka munguar Franca 94 botror, u bë tragjedi kombëtare. Se morën botrorin, ka thënë. Nuk na premton për të vazhduar. Pastaj më fal, edhe diçka, Gattuso, unë dashuroj se është milanist hekuri, po Gattuso si trajner është katastrofë. Gattuso si vetëm diçka në Francë, në fundit me Alketin. Në Francë kanë filluar në Itallin dhe thon varrez elefantësh për kampionatin italian. Dhe imagjino se sa keq si ndihen. Ta i provuan të investonin
edhe nuk arritën rezultate. Por edhe aty unë dyshoj, nuk është e drejtë. Tani flasim realisht. Ai shkon merr Modric. Flasim realisht. Xhakan. Të ta them De Bruyne, pra të vinë gjithë të Modric, por të ta them realisht. Tani unë nuk mund të them që kampionati francez, do pavarësisht se PSG-ja bëri kërdin, por unë kam goxha respekt, unë e kam pasur Roma ime, edhe di shumë mirë se çfarë bëri Luis Enrique. Për ato çfarë ka përjetuar, çfarë ka hequr gjatë jetës, sigurisht që meriton një sukses tillë. Por nëse dikush tjetër, një tifoz i futbollit asnjanës, do të thotë që shikoj se Parisi në një farë mënyrë e bleu trofeun, unë jap të drejtë, u shpenzuan 350 milion nga Korriku në maj. Vetëm Kviça Kvarashvili ka ndryshuar. Kush ishte rezultati? Paket nuk kam akoma. Paris Saint-Germain Atletico Madrid, disi ka dalë para të presë. Ju fituar Atletico Madridit 1-2. Tani do të kundërt ta 4-0. Përfundoi botrori klubet, do bëjmë një mbledhje shutreshe për të diskutuar në janar situata e PSG-s. Falenderojmë tre bashkëpunëtorët e fundit, Universal Eye Hospital, Verde Watches dhe Beauty Point që janë me ne. Çuna, kaloni një fundjavë të mirë dhe kujdes me ndeshjen e botrorit, edhe do dëgjohemi prapë në ndeshjen e orës 3. Po, dëgjojmë ndeshjen e orës 3. Miru dëgjofshim me pason të premten tjetër.